Tashi e qeshura zbukuron, e qeshura rrullat t'i pastron, e qeshura burre gru kur sillën. Po sot po ju flas për muzikën. Kuptohet, jo si muzikant, as kompozitor. Pa një sa di, si ju dashur spektator. Ka këngëtare që e kanë zonin orë. Na knaqen, na shun peshi, do të kite për këta që kënu deri tashi. Po, nuk mund të rri pa përmem disa pseudo kompozitor që ta japin kongin komen dorë. Rock, rape, hipe, hope, hip, muzika për ullove shfjallë qip. A kënashi e madhe kur e një gjonë këta. Por, kulmi ishte i ditë, unë atë rrunë dy këngëtare, njëna me tjetërën, edhe i tha, qabone me qabone, qaknove, qasblove. I thot ja, ik hedre që hetraf pika, një shtu ashtë muzika, qa kujtën ti? Hej, me të vërtet t'i kizon, po unë t'a fusë rrëtësëri t'u shkron. Sot, fiton lek, aja që ka luk, t'i kizon e rrinë pa buk. Qa kujtove? Hej, mu të në thojnë, ta kena pa, mërë marshallah. Mu më dha zoti, shtate hije, ty zon, e me më si fije. Atëherë, nda që ti lek me fitu, hajde këna si unë zblu. Unë si gzim, kam një propozim. Si ka polici rëndit, si ka polici elektrike, si ka polici bashkijake, si ka polici rrugore, të ketë edhe polici kulturore. Ti ka pindorë këta kompozitore që pe bastardojnë kongën popullore. Tanë bota, çdo shtet kompozitori se bastardon melodini vetë. Unë e di se tanë bota punon me 7 nota, po mos e fut një muzikën tonë në rrota. Fjallë të mija, inshallah i bin vesh në kuj, edhe kongën shqiptare mos të lajnë mu më të nuj. Tashi, Raimonda, hajde të vazhdojmë, se kanë nevoj me qesh populli. Vazhdojmë? Mërë burra, erdha? Erdha. Pra, që ke? Do me na diftu në i gjo? Pa, diftaj. Pra se ti për dit, me treja vjen shpi? Pa nuk du me të regu, se qam ka nëllë mu, se di se ke mu të rbu. A kështu, Se qatë ka nëllë? Ka nëllë, ti e din se si për dit, që dalë në pun, hypi në autobus. Po. Qa me pa. Mërapa ideali ri, më vuni dore në mërapa. Qa? Pa, mërapa, unë kujtoha sa ashtë asisojit. A i futi dore në gjep, se ishte hajdut. Edhe i tha, qërik më i degenerum, se ta fush put. A i ishte alla me djallit, më tha, ati qatë baj, tha, atë vjen turp, tha, alla me të burët, tha, me dal pa lek, të kesh më lek në gjep. E fillun ta në autobusi me qesh, u këka ka pa lek. Bile edhe nga 2 gra fillun gati me qa, këka ka dhe i veshon pra, si me kanë fugara, gati qenë të më falat a femnat lek, autobusi u nëllë unë dola fishek, paf tyrë kam dalë. Për i këtë ka raftyr ati, Ti thu shqyr që del pa lek, se ti kishin marrë. Ashtu? Pa. Dakor, fajnë e këti. Se? Se ti më len pa lek. Ti më len me dal pa lek, mëj. Qam ka gjetë mërë me këtë gru. A keni edhe u kështu gra, që i len burin mu tha. Që ka këto. A di se dhe me thonë, me dal një burë nga shpia pa lek. Qa dhe me thonë? Ashtë një loj si gjyëtari me gjujt pa fishek. O burë! A të kujtohet? Pa më kujtohet. Si të kujtohet, unë alas kam fol. Pa që të dështë flasë ti, unë e kuptaj. Mirë. A të kujtohet para 20 vitesh? Pa. Unë isha në plazh, të jo lanë deta. Kur tak, ma kapi njerë që kamën. Edhe bërtita, nim, se qeshtu ju mytë. Përse ti, nga rana erdhe, në zhytu fute, më kape, edhe më shpëtove jetën. A të kujtohet? Pa, më kujtohet. Pra? Edhe ma din për nere, Pa, shumë për nere. Falim nes për det.
Pa ishte kulmi. Aty ishin në ronja 5-6 djelmë të ri, e unë më gomori në rëtangova vrapet pështu ty mas mu mëtë. Sa ata se qonë kryt hyq për ty. Nuk e ke idin. Dhe që edhe i këshill du me ta dhonë. Se unë sot futa fap me dollë vetet, se unë ishe me kostumbajt edhe të zblu, unë të të qunë në ronë fillohet me më gicilu, u të të roha mu martu. Me ty. Se po fletë kështu, je penua? Yes, jam penu. Veç për ta japi këshill. Gru, pritë zot, në këtë mosh, bo me të kapë njerë që në det, sa herë që të kapë njerë që, unë kam me të thonë arrivederci.